të hapim një 30 dyqane atje. Përshtypje si thotë që hapim një 30 dyqane, vjen t'i pim një 30 kame. Në Serbi të hapim një 30 dyqane atje. Vazhdojmë me Bosna, Malinezi dhe nga 2027 të smet në planifikime kemi të dalim nga Rumania, Bullgaria, Kroacia e të tjerë. Më bon përshtypje si thotë që hapim një 30 dyqane, vjen t'i pim një 30 kame. Rritëm në fuqishëm, për 45 ditë kemi hap 8 dyqane. Për Flying Tiger. Për Flying Tigerin, në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëni. Dhe ekspansioni është i fuqishëm, është i frikshëm. Vetë koncepti është kogja i fuqishëm. Nga pjesa e franchizerit të Flying Tigerit, ato hapin 25 dyqane në ditë në çdo botë. Është rrita më madh. Përveç Flying Tigerit, natyrisht Neptuni është sigurisht një ndër bizneset më të mëdha tona. EastGate patjetër padyshim është një aset kogja i madh, është një ndër qendrat, jo një ndër, po e madhja në shtet, si në prizmë të metër katrorëve, si në prizmë të klientëve, si në prizmë të investimit. Mbas EastGate-it i kemi zhvilluar një pjesën e, po them, faza e para e EastGate Livingut, që është kjo residential për banesat. Po. Dhe në mod fillojmë pastaj me pjesën e dytë, që do vinë edhe një 1100 banesa të reja.